Filmi Virgjëresha shqiptare pati premierën të premten mbrëma në Cineplex. Ndërka sonte në privet do t'sjellim një material pikërisht për këtë film dhe aktorët e këtij filmi. Kush ishte i pranishëm dhe çfarë mendojnë ata sot për filmin, e ndjekim bashkë materialin në vjem. Luana përjeton gjithnjë më të premten, filmi pati premierën për publikun kosovar në rrjetin e kinemave Cineplex. Në eventin me shumë të ftuar nga komuniteti artistik dhe jo vetëm, aktori Arina Krasniqi, që ka rolin kryesor, shpalosi emocionet e kësaj premiere. Është një ndjenjë shumë speciale, jemi shumë të lumtur sepse siç e tha edhe vetë, në film dy kinemat kanë qenë mbushura plot dhe ka pas shumë njerëz, shumë publik që nuk kanë arrit me pa, edhe për shkak që nuk kemi pas një reprizë, ju ka mbetur shumë njerëzve pikë në zemër hatrit që kanë mujt me pa dhe është një film që meriton edhe lancimin në kinema. Ne kemi pas edhe në Gjermani për një muaj ditë, domethënë ka pas goxha sukses të madh nëse një film e shtyn një muaj ditë me pas kinema në 25 qytete. Edhe jemi shumë të lumtur që më në fund sjellin për publikun ton, për njerëzit ton, shqiptarët ton, Kosovë dhe në Shqipëri. Edhe kanë mundësinë me patar Cineplex çdo ditë. Jemi shumë të lumtur, kemi pritshmëri shumë të mira, edhe ju ftojmë të gjithë më ardhmë me pa filmin Cineplex. E përmende rrugtimin që ka pas filmi në disa shtete evropiane, veçanërisht në Gjermani, cili u kon feedbacku që keni marrë prej audiencës, që po besoj nuk ka qenë 100% veç shqiptare. Jo, faktikisht audienca kanë qenë mas shumë të huaj, domethënë, të këtyre vendeve evropiane kanë prirë në mënyrë fantastike filmin. Aq më tepër kur është një film shumë specifik, me tradita shumë specifike, shumë unike, të cilat nuk i ndëgjon në shumë në vende tjera të Evropës ose të botës, dhe mënyra se si shtjellon filmi këto kontekste historike, ekonomike, sociale, shoqërore, personale, rrëfim dashurie, rrëfim lufte, le ta quajmë, e kanë mi prit shumë, gjithmonë hyshin tu qesh, dilshin tu qajt njerëz. Edhe unë gjithmonë kam udhëtuar edhe është feedback shumë i sinqert. Dhe unë jam shumë e lumtur, jam shumë krenare dhe jam shumë e privilegjuar që më në fund të ndaj filmin me krejt juve dhe shpresojmë që njerëzit kanë më kënaq. Tematika edhe ti që bën barën e rolit kryesor, sigurisht që ke pas këtë projekt pak më të veçantë për shkak të tematikës që ka, cila ka qenë ashta sfida ose droja që e ke pas në momentin kur e ke pranuar skenarin si ide, që i ke llogarit kështu, i ke pas mendje para se me thonë pon, apo ke thonë po direkt? Jo, unë thonë po direkt se kjo është mundësi që të vjen i herë në jetë. Filma të tillë, role të tilla ose duhesh me qenë në gjendje make-up, me qenë aktore kompletu me make-up, me realizu dhe me besu në vetë-vetën, edhe në përgjithësinë që të bartët prej ekipit, prej regjisorit, prej producentave, edhe unë e kam përqafun në mënyrën totalitare të mundshme, sigurisht që kur e kam lezu skenarin edhe kam qajt edhe kam qesh një tonë kohë, so është këgja i rëndë, por që unë e me gjithë kom prit me realizu me ba dhe me jap ma të mirën time, edhe me marrë me një peshë shumë të madhe, për me bartë rrëfimin si rol kryesor, edhe besoj që kemi bo një punë shumë të mirë, se ajo dihet prej feedbacku njerëzve, kështu që ndroj s'kom pas asnjëherë, as nuk kam e pas me asnjë rol. Vështirësia që mbase ke pas gjatë xhirimeve, ka kalu një kohë, po të kthej pak, po a ke pas ndonjë vështirësi në ndonjë sfidë? Vështirësi ka pas në kontekstin e vendit ku e kemi xhiru, në Fusharës, Malësit Pukës, ka qenë një vend me një infrastrukturë ka gjatë vështirë. Edhe pastaj unë jam trajnu për kalerem, i kom prej flokët, kom hu peshë, kom shtu peshu që ka pas ndryshime fizike, por edhe mësime një kësir cilat i kom ba. Edhe për mu, unë shumë jam knaq, më gjithë kom prit, por gjithmonë ka vështirësi në çdo lloj projekti, pa pas sfida vështirësi dhe mi te kalu ato nuk bëhet asnjë projekt filmi, ka to harroje, asnjë gjë nuk shkon tomël e mjalt. Por që ne fatmirësisht duke di çfarë ekipi të mirë kemi në çdo departament tjetër, por edhe ekipin e kasës aktorëve, çdo gjë ka kaluar me lehtësi dhe me shumë dashni, sepse kemi dashur shumë njëri tjetrin dhe është projekti i pasionit, jo vetëm projekt kështu stagato. Kështu që kështu. Arsyeja kryesore pse publiku i gjerë për te aty në dy sallave të supermbushura për filmin që jo me një farë forme edhe më të lidhur me filmin, edhe me kinematografin, duhen me pa Virgjëresha shqiptare. Cila është arsyeja kryesore në apelin pse duhet marrën Cineplex për me pa këtë film? Unë ato tash muj me t'ja përgjigje ndryshme, po mendoj që janë të kota me jap ato përgjigje, sepse njerëzit tash janë të informuar për filmin, din çfarë niveli të produksionit e ka, din çfarë kast e ka, është film shqip, është me i realizu me një mënyrë që nuk është pa ma herët me u realizu këto.
me një ekip jashtëzakonisht madh dhe shumë profesionista, një film që ka korë suksese internacionale, kudo që ka shku ka vitur çmime. Shumë i mirë, shumë i bukur, edhe njerëzit duhet më ardhë më bimë vetë. Se cili person që ka ardhë dita që ka po filmin është bimë vetë pse e ka pa dhe gjithmonë kanë ardhë më pasërisht. Të që këto pelo ma mirë në dorë të publikut. Se është një prodhim që nuk duhet kaluar pa e parë, e vullosë dhe bashkëproducenti, aktori Besnik Krapi. Fillimisht edhe mi a thonë dikuj si histori nuk beson, edhe në të do, kjo është e pamundur, po e ka bo efektin e vetë sepse me gjitha të për kinema, për film është një gjoj egzotike, nuk ka si gjona janë shumë të ralla në botë. Edhe feedbacku ka qenë jashtëzakonshëm, jemi shumë të lumtur për ta. Fatkeqësisht ka alo gratë cilat jetojnë në këto kushte, fatkeqësisht. Kanuni mbetet alo, kanuni disa prej traditave tona, besin trondat, fshira, e të këshia për me jetu, për në film fatmirësisht janë shumë bukura, kështu që na jemi të lumtur sepse kemi trajtuar këtë temë edhe kemi marrë një feedback të jashtëzakonshëm. Prej Varshavës ka pas premierën, shpërblim me shpinë e tutje në qytetin si pas. Ka shumë arsye pse do të publiku Me pa një të vërtet tonën, edhe me pa pse është një film shqip. Këto dy arsye mjaftojnë për marrë me pa, unë gjithmonë them që Kosova nuk është s'ka publik, nuk është e vërtet, kemi publik, është jashtëzakonshme. Edhe veç nëse ja huqim në atër s'ka publik. Që inshallah ka me pasë i bjen që s'ja kena huqim. Filmi që trajton fenomenin e burneshave shqiptare, në premier patit pranishëm edhe figura nga politika. Dy fjali tha, ish ambasadorja Vlora Qitaku. Ka pas reviews shumë të mirë, filmi vjen me rekomandime shumë të larta, ka marrë edhe çmime ndërkombëtare. Tema është shumë interesante dhe takova miq kolegë që e kishim pa nga 2-3 herë, që do të thotë që është film shumë i mirë dhe mendje po presim e pa. Premiera definitivisht i vullosi e madje dhe te kaloi pritshmëritë e secilit që zuri vend në rreshtat e kinemas. Virgjëresha shqiptare përpos në disa termine në Cineplex në Prishtinë dhe Prizren do jetë tashitutje edhe në repertorin e kinemas Hyri e Hana në Gjakov. Mos e leni pa e parë. Mos e prek pijen!